Alba rinte e ulur në cep të divanit me këmbët mbledhur poshtë trupit, sikur donte të zinte sa më pak vend. Telefoni i shuaj e ndiqej në dorë, por nuk po shikonte asgjë. Syt I kishte ngulur në mur, por mendja I rrinte te një emër I vetëm. Aurora. Limi ishte në kuzhinë. Zhurma e gotës që u mbështet mbi tavolinë I u duk më e fortë se ç'ishte në të vërtetë. Alba mori frym thellë. E ndjeu atë ndjesinë e njohur që I ngjitej nga stomaku në fyt. Nuk donte të shpërthente, por nuk mundej as të heshte më. Limi, zëri I doli I ulët, po thuaj I pasigurt. Ai nuk u kthye menjëherë. Po, tha, ndërsa vazhdonte të rregullonte diçka që s'kishte shumë rëndësi. Alba shtrëngoi nofullat. Kam një pyetje. Ai u kthye më në fund dhe u mbështet pas banakut. E pa drejt në sy, sikur e dinte saktësisht se për çfarë bëhej fjalë. Po të dëgjoj. Heshtje. Alba e urrente atë heshtje. I dukej sikur po e gëlltiste. Çfarë marrëdhënie ke me Aurorën? E tha më në fund, shpejt, sikur po hiqte një fash. Limi ngriti vetullat lehtë, jo nga habia, por nga lodhja. Pse po ma bën këtë pyetje? Sepse po më ha nga brenda, ja ktheu Alba. Sepse sa herë përmend emrin e saj, ti ndryshon. Sepse e ndjej. Ai pshërtiu dhe uli syt për një moment. Alba, nuk është. Jo, mos ma nis me nuk është ajo që mendon, ja preu ajo. Më thuaj thjesht të vërtetën. Limi heshti. Dhe ajo heshtje ishte përgjigje më vete. Pra, insistoi Alba, tashmë me zë që I dridhej. Çfarë është ajo për ty? Ai ngriti supet ngadalë. Se di ku do më dalë. Ato fjalë ranë sigur. Si se di? Përshpëriti Alba. Po unë. Po ne. Limi e fërkoi fytyrën me dorë, sikur po mundohej të zgjohej nga një ëndër e keqe. Alba, gjërat nuk janë gjithmonë bardhë dhe zi. Për mua janë, tha ajo. O je me mua, o s'je. Ai e pa gjallë. Në sytë e tij kishte diçka që Alba se kishte parë më parë, pasiguri. Nuk po them që s'jam me ty, po them që jam I hutuar. Alba qesh I hidhur. I hutuar nga Aurora. Ai nuk e mohoi. A e kupton sa më dhem kjo? Vazhdoi Alba. Të jem këtu, përballë teje, dhe ti të mos dish ku do të dalësh. Nuk e bëj me qëllim, tha Limi me zë të ulët. Ajo thjesht më ka bërë të mendoj. Për çfarë? Pyeti Alba. Për një jetë pa mua? Ai heshti sërish. Lotët filluan t'i mbushnin syt. Unë s'po të kërkoj premtime për jetësie. Po të kërkoj sinqeritet. Dhe po ta jap, u përgjigj ai. Sinqerisht, se di ku do më dal kjo gjë. Alba u ngrit në këmbë. Atëherë unë e di ku po më del mua, tha. Në një vend ku ndihem e dyta. Limi bëri një hap drejt saj. Alba. Mos, e ndali ajo. Mos më afro kur mendja jote është diku tjetër. Ajo mori çantën, por u ndal te dera. Vetëm një gjë dua të dish, tha pa u kthyer. Xhelozia ime nuk vjen nga pasiguria. Vjen nga fakti që po të humbas. Dera u mbyll ngadalë pas saj. Limi mbeti vetëm në heshtje me fjalinë që I honte në kokë. Se di ku do më dalë. Dhe për herë të parë e kuptoj që ndonjëherë të mos dish është